Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babu al-mashi ala al-khuffayn. Dhënia mes e mesteve. Më lartë ceku të imumin, autori Kuduriu, pas kësaj cek dhënien mes të mesteve. E se cila prej tyre, edhe të imumi, edhe dhënia mes të mesteve është zavendësim i lamjes i guslit. Pastaj, ka cek të imumin, fillimisht, sepse të imumi përfshin të gjitha gjymtyrët e trupit, me të cilat mirët abdest, dhe është zavendësim edhe abdestit, edhe i guslit. Ndërsa mestet, farkimi mesteve është zavendësim i pjesërishëm, i lamjes së kampe. Pavarësisht kësaj, autori flet për një temë të rëndësishme në fiqh, e që është dhënia mes mesteve. Dhe thot: المسح على الخفين جائز بالسنة. Dhënia mes mbi meste është e lejuar me sunnet. E që ka për qëllim vërtetësia kësaj, apo ligjshmëria e këtij veprimi, është nëpërmjet suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E që sunetet e pejgamberit për dhënien mes të mesteve janë aq të shumt, sa që në aspektin kuptimor arrin shkallën apo gradën e el-mutawatir. El-mutawatir i bie është skajshmërisht e njohur, atë shumë e përcjellne, me atë shumë transmetime, sa që, se që kanë thonë ulemat, është rrezik se del pej dinit ai cili mohon një veprim të tillë. Zatën, siç thotë Imam Nevaviu dhe shumë të tjerë para tij dhe mas tij, dhënien mes të mesteve nuk e ka mohuar askush prej sahabëve, tabiinëve, e ulemave të cilët kanë ardhur më vonë, askush se ka mohuar, thuaj ndryshe, të gjithë ata ulema musliman që mirret fjala e tyre rreth dinit, kanë thënë se dhënia mes mesteve është legjitime me përjashtim të shijave dhe të xhavarijve. E që fjala e atyre nuk o mirët rreth dinit Allahut azza wa jall. Sado që në kundërshtojnë shijat në meselet të fiqhut, apo qoftë në meselet akides, nuk mirët parasysh mendimi i tyre. Për atë edhe kanë konsideruar bidatgji atë njeri i cili nuk e sheh legjitim dhënien mes të mesteve. Lajmet, gjurmet, hadithet për dhënien mes mesteve janë pra shumë të përhapura, edhe me fjalë, edhe me vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hanife, Allahu e pas mëshiruar,
rreth dhënjes mes mesteve dhe rreth ligjshmërisë së kësaj meseleje thot: nuk kam dhënë fetva, nuk kam thënë se bën me dhanë mes mesteve derisa kam parë gjurmë të qarta sikur se drita e diellit rreth kësaj mesele pra. Gjithashtu ka thonë, kam frikë se bën kufër ai i cili nuk e sheh se është legjitim dhënia mes mesteve. Sepse gjurmet rreth sajna kanë ardhur aspekte kuptimor që shtash janë të nivelit mutawatir. Imam Ahmedi, Allah e pasmëshiruar, ka thonë, nuk kam asnjë pikë dyshimi në zemrën time rreth ligjshmërisë së mesteve, së dhënies mes mesteve, sepse në të janë 40 hadithe të transmetuara nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë mesele. Hasan Basriu, Allah e pasmëshiruar, ka thonë, më kanë treguar mua, më kanë përcjellur 70 sahabë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi ka dhënë mes mesteve. Pra, argumentet për të janë të shumta dhe nuk ka hapësirë për me diskutu askush. Kështu që ehli sunneti në kryetyre sahabët tabi'in deri te 4 imamat, këtë mesele shohin se është sikur se dielli në mesditë është shumë e qartë. Lejohet dhënia mes mesteve. Por, me gjithë lejimin, këta kanë diskutuar se a thu është më e vlefshme, më afdal, më e vlefshme dhënia mes mesteve, apo lamja kamve, me gjithë ani pse është e lejuar, mos mi la për me dhanë mest. Dhe shumica ulemave, të fillu nga Hanefit, Malikit dhe Shafit, thonë, ani pse është e lejuar, dhënia mes mesteve, pra mos mi la kam për me dhanë mes mesteve, që është tërgojmë tash, që është sharojmë pak më vonë, me gjithate, larja kamve është me vlefshme. Imam Ahmedi, Allah e pasmëshiruar, në mendimin e tij që është në medhheb, mendon se dhënia mes edhe dhahirit bashkë me të, dhënia mes mesteve është më e lavdruar se sa larja e kamve, sepse është lehtësim, dhe se pejgamberi ka thënë Allahu do që robi ta çojë në vend lehtësimin. Çdo që të jetë, pra meselja është rreth asaj cila është më e lavdueshme, megjithëse që të dyja janë të lejuara. Sigur se shumë mesele tjera se fjala vija agjerimit, apo ngrënjes, prishjes e agjerimit për udhëtarin, ama mirë është. Të gjithë kanë rënë në di se lejohet mysafirët udhëtarit me prish Ramazanin, por meselja tjetër, cila më mira me agjeru, ani pse është në rrugë, apo mos me agjeru, e me marrë me lehtësim. Pa dosh me agjeru, ani pse tema shumë e gjatë, për mundohemi ta thjeshtësojmë. Pra autori, Allahu e pasmëshiruar, thotë se lejohet meshi mbi meste me sunnet. Min kulli hadathin mujibin lil ghusl, lejohet dhënia mes mesteve për çdo veprim që ka nevojë me marrë abdes. Pra, sa herë që ka nevojë ai me marrë abdes, atij lejohet dhënia mes mesteve. E ka cekur abdesin për të përjashtuar guslin. E ka cekur abdesin për të përjashtuar guslin. Sepse, që shkanë thonë fuqahat, jo vetëm këta këtu të hanefive, por edhe të medhhebeve të tjera, se dhënia mes mesteve nuk lejohet kur robi ka nevojë për gusl, qoftë nga gjunupllëku, qoftë ka hajzit, cikli mujor, apo nga lehonia që është për femna. Nuk lejohet. Dhe kjo është me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që cik Tirmidhiu dhe të tjerë, nga Safwan bin Asal, ka thonë ky sahabi i bekuar,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. Pejgamberi na urdhëronte që kur jemi udhëtar mos të zbathim mestet tona 3 ditë e 3 net, illa min janabetin, përpos kur ishim gjënëpllok, nëse ka ndodhur dikujt gjatë udhëtimit. Walakin min ghaitin au bowlin au naimin, por kur kishim nevojë me marrë abdes për nevoja fiziologjike, gjumët kisha prishën abdestin, nuk i zbath shumë hiç, por i jep shumë mest. Pra, kur kishim nevojë me marrë abdes, i jep shumë mest mesteve, 3 ditë e 3 net, ndërsa kur kishim nevojë me marrë gusel, i hiq shumë ato, sepse do të me la krejt trupin, edhe do të me la edhe kamët. Pra, dhënia mes mesteve e zaventson abdestin, nuk e zaventson guslin. Përderisa të imumi atje, e zaventson edhe abdestin, edhe guslin. Dhënia mes mesteve jo e zaventson abdestin, në fakt, një pjesë të abdestit, e që është të kamët. Po fjala kur ke nevojë për abdest, ndërsa nuk e zaventson kur ke nevojë për gusl. Pastaj, i cek kushtet e mesteve dhe thot, idha lebes el khufejni ala taharatin kamiletin, thumma ahdatha. Pra lejohet dhënia mes mesteve për abdest, nëse i ka marrë mestet pas duke qenë i pastër. Pra merr abdest robi, tazami merr abdest në sabah, sikur tani që jemi namaz sabahut, merr abdest për sabah, dhe i math mestet. E pastaj, thumma ahdatha, e pastaj kur të prish abdestin, fillon atë me marrë abdest e tutje. Pra, robi ka mundësi merr abdest në sabah, dhe i math mestet, dhe fal sabahun me abdest mirë, dhe deri në drekë nuk s'ka nevojë me fal kur gjë. Kur vjen koha e drekës, ka nevojë me marrë abdest, sepse ka prish abdestin, se ka fjet. Tash, çatëherë i jep mes mesteve, çatë fillon dhënia mes mesteve. Pastaj thot, fe in kana muqiman masaha yawman wa layla, wa in kana musafiran masaha 3 ayamin wa layaliha. E nëse është vendas, jo udhëtar, i jep mes mesteve 1 ditë e 1 natë. 1 ditë e 1 natë. Pra, 1 ditë e 1 natë, nëse fillon në ndrekë shqetëseka pak më herët, me dhanë mes mesteve. Ai ka mathën sabah, por fillon me dhanë ndrekë. Se ndrekë për shabdes, atë patë me marrë abdes. Qa të fillon? Edhe nëmrohet deri të nesërmen, nata, pas drekës më bëmje nata, deri të nesërmen kohë të drekës. Ndërsa për udhëtarin, 3 ditë e 3 net. Për udhëtarin, cilë është udhëtar, 3 ditë e 3 net, ka të drejtë, mës me i la kamët, por me dhanë mes. Kamëve, mesteve. وابتداؤها عقيب الحدث، dhe fillimi mesteve që fillon kur të prish abdesin, që thash pak më herët, tani fillon me marrë abdes. Mënyra se si mirret tejmumi, se si jipet mest. Thot, والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس الأصابع الرجل إلى الساق. Dhënia mes mesteve është me gishta, pjesës përparme të kamës. Fillon prej dhënies pema e gishtave dhe shkon përpjet deri te mbiza e kamës, ku fillon pjesa ashtë tjetra. Me dorë.
kur të merr abdes krejt, robi, tani do të me la kamët. Ky në vend që me la kamën, e merr durët i ka të lakta, i la durët, edhe ja bën pikahit nalt, edhe kështu deri tek përfundimi i shputës, ku fillon pjesa e lartë, me të djathtën, po ashtu edhe me të majtën, me gishta. Kjo është sunnet, dhe forma më e mirë. Për ndryshe, edhe nëse fillon prej lartë i poshtë, nuk është dërt. Edhe nëse fillon me pjesën e gjerë të shëplakës, nuk prish punë, por jo poshtë, me rëndësi o naltë, dhe minimumi sa 3 gishta, me dhanë mes pjesës e lartë të kamës. Pjesës e lartë të shputës respektive të mesit, të mesteve e jo asaj që është poshtë. Për ata, shumë ulema kanë thanë se nëse jep në mes poshtë, nuk numërohet fare. Dhe kanë sjellë për te argumente, ndërto gjurmën e Aliut radiallahu anhu që është shumë e njohur dhe përdoret shumë, anëpse është të cekur këto përmeste, gjurmja, fjalia e njohur e Aliut, po t'ishte dini me men, me logjik, do t'ishte dhënia mes poshtë shputave a priori me primare, se sa me dhamë për mi lartë. Sepse me poshtë po hecti, për shkel tokë, nuk e shkel me pjesën e naltë të shputës, po me pjesën e poshtë. Anëpse për shkelti me pjesën e poshtë të shputës, me gjithate ligjvënësi, e që është pejgamberi, për thotë naltë me dhamë, dhe i veti ka dhamë naltë. Në hadithën Mughirit me Shubes, edhe kretet e sahabët të tjerë, të cilët e kanë transmetuar. Andaj Aliu radiallahu anhu, thot po t'ishte, dini me men, do t'ishte dhënia mes mesteve poshtë, a priori me përparësi, do t'ishte udhës, e jo me dhamë për minalë. Po nuk e dini me men, që është a mërmenja ty dhe mu. E ta në këtë gjurmë të Aliut, e përdorin njerëzit, e përdorin ulemat, të herën së këtë sotit, si argument dëshmi se jo çdo send ta kap truni ty në fe. Nga se njerëzit nga njerë thonë, qasta thot mendja, nuk është ashtë din, nuk është ashtë asë në qita. Qasta thot mendja, nuk është asë në qita. Kjo është rrezikshme më thonë kështu. Aliu që për thot? Po t'ishte dini me men, që të pa ka po logjika, dhe t'ishte me dhanë mes poshtë e jo lartë. Por dallar, i nuk është kështu. Ma di me dhanë poshtë e jo naltë, s'ki mes të heqë, dhe së në falësh, së nëmërohet, dhe të me dhanë mes naltë. Sepse që është i badeti. Që është i badeteve, jenë për te i logjikës e njeriut. Ku e kap logjika e njeriut, të qendrit e sabahut 2 recate, të drekës 4, të qinis 4, të akşamit 3, të yatsis 4, pastaj 2 parat me za, pastaj 2 parat me ramat pa za, pastaj 2 parat Fatihan dhe një sure, 2 ramat veç me një Fatiha, veç me një Fatiha, dhe sa të dush ibadet edhe punë tjera. Ku e kap mendja njeriut, me shku atje me kap gurin e me gjuhë atje shejtanin, ose më shku atje, e me prej gurin e zi atje, e më sjella këllat qabëse. Ku pja vlen të pikin kësaj matë logjikës? Ibadete në të milet, ibadete të cilat i ka legjitimuar ligjvendësi, ose drejt për së drejt i madhi Allah, ose në përmjet pejgamberit të tij, sallallahu alaihi wasallam. Andaj jo çdo gjë që ka në din, e kap edhe mendja. Sepse për ashtu i bie që dini tjetë në rang, në nivel të mendjes e njeriut, po dini nuk ka produkt i mendjes e njeriut, që e ka flet. Në nivel, në rang
të mendjes tane do të me qenë një ligj që ka bërë dikush i rangut tënë. Eventualisht ma i dishëm se ti. Po është i rangut njerëzor. Andaj do të ma kap mu mendja, sepse si jam shumë larë prej tina une. Mos kofsha bashkë i rangut ti. Dini është për Allahut. Ti apo do trunin tënë me dijen e Zotit, me thonë, do ta kuptojnë çdo gjë. Andaj kjo është e rrezikshme. Se dolim prej temës, por sa për një huri. Që të thënë Aliut e përdorën në lemat shumë. Edhe do të përdorë edhe ne. Thënë oju millet. Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me te. Na ka pa thonë një fjallë, të atëroju njerëz. Me qenë dini me men, i shkan dhënja mes shputave poshtë mesteve, a priori e udhës sa dhënja mes nalt. Sipër, po nuk është me men. Ka gjëra të cilat i kapta më logjika, si puna pastërtisë do sen i kap. Ka shumë gjëra tjera të cilat nuk i kap mendja njeriut. Por imani, besimin, bindja është për i Zotit, po, është për të dërguarit e tina, o krya e vonë. Semiana wa ata'na, dëgjuam dhe zbatuam, Zoti jonë. Dëgjuam dhe zbatuam. Dëgjuam që ka në the, kuptuam që ka në the, wa ata'na dhe men njëhen e zbatojmë. Se puna së fyrit. Urdhëri është në këtë kohë me lanë së fyrin. Dhe një do të me lanë së fyrin. Kemë dëgjuar se Allahu ka thonë kështu dhe kështu dhe pejgamberi ti dhe ne e kryu para gjerim. O kryu më derin për ndihë djelet, Zotit faltë. Sepse në urdhëra të Zotit e dini është i Allahut. Pra, të regon se si me dhanë mes të mesteve, pra mestet është mese farkimi, i sipër mesteve, khotutën vija me gishta, jebde o duke filluar nga fillimi gishtave të shputës, deri në sakë, së shtash deri në altë, ku përfëndon shputa dhe fillon pjesa e ashtit e kamës lartë. وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. Dhe farzi i saj, pra kjo është thash sunnet. Farzi minimumi, farz, është sa 3 gishta për gishtave të dorës. Pra një sasi e sajna, nëse jo krejt. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار وسيبين منه مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل. وإن كان أقل من ذلك جاز. Për nëse është shputa mesti i shkyer, e që është një nën mesele, dhënja mes mesteve të shkyera. Po vetë për fukarallak, ku shumica e sahabëve kanë qenë fukara dhe se rrjedhoj edhe mesit të kanë pas të shkyera. Sigur se teshat, për cili prej tyne ka pas teshat pa shkyerat, pa harnune, cili prej tyne i ka pas pa harnuara. Kështë që të harnuar e teshat me harna, me lecka, me harna, që që të njëjën Shqipe, ka qenë e zakonshme të kësa hapte, të këta që nërmashirë, për deri të këni. Deri në kohën tonë, vitet e 80-ta, edhe të populli jonë ka qenë normale, krejt normale, njerëzit mi pas teshat me harna, të harnuna. Andaj dhe të me dhonë fetfada atyne njerëzve, që kam i bua ata fukarat të cilët nuk kanë meste të shëndosha, por i kanë të shkyera. Thot, dhe nuk lejohet dhënja mestes nëse ka një shkyrje, një vrim që është të madhe sa dokente në sasi të 3 gishtave prej gishtave të kamës. Pra nëse in kana aqall min dhalika jaz, po nëse është më pak se aq, lejohet. Ta anë pëse këto ka mendime të ulemave, të kënë dhebet e tjera, sa me qenë sasia, sa tolerohet,
por këtë përcej të mëdhëhebit Hanefi. Pastaj vazhdon në thëtë, ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل që e cekëm edhe me lartë, dhe nuk lejohet dhënia mes mesteve për atij i cili e ka për obligim apo të cilit të obligohet gusli. Atij të cilit të obligohet gusli. Pra, sa herë ka nevojë robi me marrë gusl, ai duhet me hiq mestet edhe me o pastru, sepse gusli, me thonë me la trupin krejt, sepse nuk pranohet ndryshe. Kujtej që të talojmë një, se kështu tema është e gjatë, e talojmë edhe një pjesë për nesër, e që mbetemi tek gjërat të cilat të prishin mestet. Pra, deri tani kishte të bëj me çështjen mënyrën e dhënies mes mesteve, kur lejohet edhe kohën, e flasim pas edhe me vonë për përbërjen e mesteve, se se duhet me qenë ato, në vjen, a flet autori me vonë, çka e prish dhe kështu me radhë. Dhe deri nesër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.